Edhe pse objektiva, okej, me shku në botor pak është si larg për neve, por na gjithmonë e nisim me këtë synim. Edhe objektivat tona kësaj radhe janë që të marrim fitoren e parë me Malin Lezi dhe të vazhdojmë me ndeshjen në radhë dhe që të shndrojmë në Ligë B dhe pastaj të synojmë në Ligën A. Jemi mundu me edhe ne si lojtarët, por edhe stafi patjetër, edhe pse ne se i njohim sepse kemi pasur ndeshje me këta kundërshtarë, sidomos me Malin Lezi e me Çekin edicionin e kaluar, por që futbolli po ndryshon dita ditës edhe tash çdo ekip është i fortë edhe çdo ditë po ndryshon mënyra të luajturit futboll, kështu që por që me analizat që do bëj stafi dhe ne në ditët e vazhdim sepse kemi goxha disa ditë në dispozicion, do mundohemi të bëjmë të mirën. Ekipi jonë është mësuar me luajt gjithmonë me jep maksimumin, me tregu karakterin e fortë dhe zemrën e fortë që kemi ndeshje. Do vazhdojmë të luajmë po njësoj, patjetër me disa skema ndoshta të reja, me disa gjëra të reja sepse futbolli po evoluon vazhdimisht, por që karakteri i fortë dhe zemra në fund gjithmonë do jetë aty për ne. Jam shumë emocionuar për ftesën dhe për të ndeshjet e radhës. Ne do mundohemi që t'japim maksimumin dhe të arrijmë rezultat pozitiv në të dyja ndeshjet. E rëndësishme është të bëjmë paraqitje të mirë, sidomos ndeshjen e parë që është kundër Malit të Zi. Pastaj në vijim të shkojmë edhe për ndeshjet e tjera. Jemi një grup relativisht i ri me lojtarë të reja, jemi goxha të bashkuara dhe në harmoni. Vim nga një situatë pozitive dhe nga rezultate shumë pozitive ndaj ndeshjeve me Çiprin. Arritëm të mbanim kualifikimin në Ligën B të kombeve dhe normalisht jemi akoma të motivuara për të arritur rezultate pozitive edhe në ndeshjet vijuse. Malin Lezi është një kundërshtar që e njohim, qoftë edhe ekipi kombëtar A, po edhe ne lojtarët e reja që kemi luajtur edhe me ekipet e moshave. Me Wellsin po ashtu, kam luajtur në ekipin U19 dhe e njoh si kundërshtar, disa nga ato lojtarë jam ndeshur më përpara. Mendoj që janë kundërshtar të fortë, në futboll nuk ka asnjëherë kundërshtar të lehtë. Gjithsesi ne do japim maksimumin dhe kemi treguar që kemi kaluar kundërshtar edhe më të vështirë.